Përshëndetje të dashur miq nga kanali Monitor TV. Në fakt këtu gjithmonë pranë jush për të sjellur ngjarjet më të fundit të që po ndodhin mes artistëve shqiptar. Sonte është festa e Big Brother apo e quajtur e njohur si After Party. Një fest që në fakt ndodhen çdo vit pasi Big Brother i përfundon pas suksesit jashtëzakonshëm që korën, televizioni Top Channel manifeston suksesin e tij. Në një fest që në fakt janë të mbledhur të gjithë figurat e njohura, përfshirë këtu dhe Luizelin, Chiara Tito, Egli Tako, të gjithë punonjësit e televizionit Top Channel. Big Brother, përpos që është një reality show në fakt që bën bashk të gjithë shqiptarët kudo që janë, në raste të tilla, në data të tilla, Big Brother bën bashk edhe punonjësit e televizionit Top Channel. Domethënë sot të gjithë kanë festuar dhe janë argëtuar. Të veshur më bukur njëri se tjetri, domethënë kishin përzgjedhur veshje glamour, për shembull më pëlqeu shumë fustani që kishte përzgjedhur Egli Tako, gjithashtu Brikena që ishte bërë një diva e vërtet që në fakt ishte për ta duar trokitur. Më ra në sy shumë Rogerti, që Rogerti pa marrë parasysh që u largua nga festa, u largua nga mbrëmja e parë, domethënë festa e natës së shtunë, nga që menjëherë pas përfundimit të Big Brotherit ka patur një fest. Rogerti u largua nga kjo fest, por nuk ishte larguar nga ky after party, ndoshta ka dashur që me dorë t'i prekën banorët dhe ta shijon këtë momentin. Tani a ka dhënë Rogerti sonte një show, me patjetër që ka dhënë, sepse ma merr mendja që Rogerti ka triumfuar me atë formën e tij, por nuk e mposhte dot Mateon. Mateo dhe Brikena kishin përzgjedhur që të vishen si dhëndër e sinuse. Domethënë veshja e tyre ishte shumë glamur, gjatë kohës që unë po flas ju shikoni dhe fotografit që të dy ishin shumë të bukur, dukeshin që ishin tepër të lumtur, dukeshin që ishin tepër të gëzuar. Domethënë marrëdhënia e tyre ka vazhduar të jetë marrëdhënie pozitive. Ditën e sotme që Mateo paralajmëroi që do ta çonte Bolin tek mami, domethënë Bolin e kishte çuar pikërisht në Tiranë, sepse Brikena nga Prishtina ka udhëtuar në Tiranë dhe sonte ma merr mendja që do të flej tek Mateo, nuk do të kthehet në orët e vona në Prishtinë. Dua ta përgëzoj Mateon, gjithmonë i ka dhënë rëndësi daljes së tij skenike, sepse në një farë mënyre, pa marrë parasysh që është një fest private, domethënë një fest e mbyllur, përsëri është një dalje skenike. Dhe kishte përzgjedhur që të duket shumë glamur së bashku me Brikenën, ku besoj të dy kanë bërë përzgjedhjen e përbashkët të veshjeve. Domethënë ajo lidhja e cila përfliteshte që nuk do të jetë një lidhje e vërtet, rezultoi që është një lidhje e vërtet dhe që çifti po e shijon pafund. Në sy më ra dhe Selina kishte përzgjedhur një fustan të kaltërt të shkurtër, një fustan shumë i bukur, shumë me energji të mirë, shumë pozitiv, domethënë Selina si gjithmonë e veçantë në stilin e saj, dukeshte shumë energjike, shumë pozitive, e shijonte pafund momentin, domethënë mezi e ka pritur këtë festën e bukur dhe të madhe të organizuar nga televizioni Top Channel, që bëhet në fakt më së shumti për Selinën, sepse ajo është fituese e këtij Big Brotheri. E pash që buzëqeshja e Selinës po e shijonte këtë gjën, ajo pati edhe një falënderim në fakt për Sarën, ku Sara edhe e kishte nxjerrë këtë momentin që Selina e kishte falënderuar, domethënë e kishte quajtur si diçka shumë me vlerë dhe kishte duar trokitur Sara këtë gjën, sepse jo të gjithë e kanë falënderuar. Pas Selinës, që në fakt më ra në sy, dua ta komplimentoj Selinën, ishte shumë e bukur. Gimbo nuk e pash, ndoshta Gimbo sonte nuk ka qenë prezent, ka ikur drejt Kosovës. Gimbo ishte prezent në festin e organizuar në natën e shtunë, menjëherë pas përfundimit të Big Brotherit, ishte prezent në këtë ambient dhe më pas më e bukura e të gjithës ishte që, domethënë, në këtë fest për të argëtuar të pranishmit, ishin argëtuar me këngët e viteve të tyre. Ashtu siç gjithmonë Monika e ka përmendur që në këtë fest ishte edhe Miri, West Side Family, Miri dhe Landi duke kënduar këngët O Çike Çike dhe të gjitha hitet që ato kanë patur në artin e tyre. Domethënë Miri ka qenë
i përzgjedhur nga ana e produksionit për të argëtuar të gjithë të pranishmit dhe për të manifestuar suksesin e jashtëzakonshëm. Në sy më ranë edhe shumë personazhe të tjerë, do me thënë ish banor të Big Brotherit të mëhershëm, banorët e tanishëm pothuajse ishin të gjithë dhe siç duket po shijonin momentet. Kishte pak ndarje, do me thënë nuk pash nga ana e Mateos që mbante inate dhe urrëtie, por e kishin shijuar këtë gjë pafund. Dua tani të sjell momentin kur Sara është duke mbajtur fjalimin dhe është duke thënë dhe duke falendëruar në fakt të gjithë të pranishmit për suksesin e jashtëzakonshëm që kanë korë deri më tani. Ndiqni fjalimin. Në emër të Top Channel, t'ju falenderoj të gjithëve, ekipin që kemi ndërtuar për Big Brother është i jashtëzakonshëm. Ka qenë realisht një vit sfidues dhe ne përpiqemi gjithmonë të dekalojmë veten. Nuk duam të flasim, duam që puna jon të flasi për ne. Besoj ka folur pardje dhe ju jam shumë i njohur që jeni sot duke festuar me ne. Dua të falenderoj të gjithë, nga drejtuesit e Top Channel, te grupi im i afërt, Eva, Sajmiri, Petrina, Deli, Trecot, Switchera, Teknika. E pra të dashur miq, ju e ndoqët fjalimin, Sara ishte tepër e lumtur dhe shumë e emocionuar, normalisht që është e emocionuar, sepse kjo arritje me patjetër që duhet të duartrokitur, kanë thyer rekord klikimesh, kanë thyer rekorde shikueshmërie, do me thënë e kanë shijuar pafund. Me patjetër që sonte prezent në këtë fest do t'ishte Monika Kryemadhi dhe Arbër Hajdari. Monika, siç duket, është familiarizuar jashtëzakonisht shumë me televizionin Top Channel dhe ndoshta edhe vitin e ardhshëm do ta kemi prezente në këndin e opinionistes, do me thënë edhe Arbri si gjithmonë i mirëpritur në këtë televizion, po bëhet një fest shumë e bukur, siç duket banorët po e shijojnë, festa po bëhet akoma në televizionin Top Channel, patjetër që banorët do t'japin përshtypjet e tyre të para, do të nxjerrin momentet e tyre të para, do me thënë po kënaqen dhe kanë shijuar pafund, por unë doja patjetër t'ju sjell ekskluzivitetet se si banorët po kënaqen në këtë fest. Në fakt, Selina dhe Brikena, siç duket, janë në qendër të vëmendjes. Në disa video që po shikoja, do me thënë dy vajzat kanë vazhduar edhe brenda kësaj feste, sepse kemi mbetur te shtëpia, ta mbajnë shoqërinë e tyre, ta jetojnë shoqërinë e tyre dhe të kënaqen në fakt në shoqërinë e tyre. Do me thënë e kanë shijuar pafund këtë fest. Pa shëndritin që ishte i veshur me një kostum tepër glamur, pranë miqve të tij, do me thënë pranë Mateos, pranë Brikenës, pranë Selinës, shoqëri që në fakt u ndërtuan që në shtëpinë e Big Brotherit dhe që po vazhdojnë edhe më tej, do me thënë është një natë shumë e bukur, një natë manifestuese. Unë uroj me zemër që gjithmonë kjo natë të vazhdon kështu. Na ndiqni për më shumë video me subscribe, sepse këtu do të sillim të gjitha ngjarjet që kanë të bëjnë rreth Big Brother.